Kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama, shoqëruar nga Bashkëshortja, mbajti fjalimin e fitores për qytetarët shqiptar për zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Fitore historike e quan kryeministri rezultatin e 11 majit. Në fjalimin falenderues, ai premton se do të shpërblejë çdo votë qytetarëve me integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe rritjen ekonomike të vendit. Mes dritës së yjeve të Evropës dhe errësirës së gropës së një kapeleje fake, Shqipëria zgjodhi yjet. Mes ngjitjes së vështirë në majën dhe rënies së mbyllur në humner, Shqipëria zgjodhi ngritjen. Këto zgjedhje përballën Shqipërinë që di çfarë do dhe di çfarë bën dhe punon e nuk ndalet duke u ngjitur lart e më lart me Shqipërinë që di vetëm kë nuk do dhe zi çfarë flet dhe shan e mallkon pa pushim duke ulur poshtë e më poshtë. Shqiptarët zgjodhen me si Shqipëri gjithnjë më të mirë, të udhëhequr me krenari dhe të qeverisur me vendosmëri në rrugën e mundimshme të fatit ton evropian dhe një Shqipëri të përgojuar si vend gjithnjë më i keq i tërë zezave, me sy të nxirr nga grushtat e urrëties politike dhe trupin e tërhequr zvar nga gjuhët e palodhura të asaj urrëtie. Mes dritës së yjeve të Europës dhe errësirës së gropës së një kapeleje fake, Shqipëria zgjodhi yjet. Mes ngjitjes vështirë në maj dhe rënies së mbyllur në humner, Shqipëria zgjodhi ngjitjen. Mes korit ton për Europën dhe një grumbulli radiosh të vjetra me ca tiki-take rreth rrotull, Shqipëria zgjodhi korin ton. Faleminderit, Shqipëri!